siç ju e dini, dhe nga dita në ditë të gjitha denoncimet që edhe personalisht kanë bërë në emër të Partisë Demokratike, po dhe denoncimet e tjera të bëra nga Partia Demokratike, po faktohen duke faktuar së pari lidhjet e forta të krimit me qeverinë, jo vetëm lidhjet e forta, po kontrollin fatkeqësisht të grupeve të krimit organizuar dhe përfshirjen e drejt për drejt apo involvimin e drejt për drejt personave në funksionet më të larta qeveritare apo policore apo të drejtësisë. Është një çështje që pas këtij momenti që është, po themi, përfundimi i këtij, po themi, turpi për drejtësinë, kësaj njolle turpi për drejtësinë e kapur politikisht nga Edi Rama, do ta vazhdoj këtë çështje deri në Strasburg dhe pa diskutim që të drejtën do ta fitoj, por ajo që dua të theksoj, jo se nuk e kam bërë përpara, por duke qenë se e kam provuar vetë edhe në kurriz se çfarë do të thotë të prodhohet padrejtësi nga institucionet të cilat duhet të prodhojnë drejtësi, do të luftoj akoma më fort për interesin publik dhe për interesin e qytetarëve, të cilët fatkeqësisht përballen me padrejtësi të përditshme jo vetëm nga institucionet e drejtësisë, por edhe nga të gjithë institucionet e ekzekutivit, të cilat janë kthyer në institucione dhunuese dhe gjobash të përditshme, të cilat i kanë në lëkurë qytetarët e Republikës. A përfundoi betejë juaj me drejtësinë deri këtu në këtë moment që ka përfunduar edhe në gjykatë lartë, apo do shkoni në gjykatat ndërkombëtare? Betejë ime me drejtësinë është në rrugë sipër, që mos them sapo ka filluar, se do në një gjë tjetër. Nga pikpamja formale depozitoj për pak ditë në gjykatën kushtetuese dhe nëse do të ketë kontroll, siç po duket, të gjithë sistemi i drejtësisë nga ana e qeverisë, do të depozitoj në Strasburg të gjithë ankimimin për këtë çështje dhe jam i bindur në fitore, por përtej kësaj unë mendoj që gjithë secili, kushdo që ka një mision publik duhet bëjë betejë që drejtësia të jetë drejt. Ju e dini që sot për shkak të reformës në drejtësi